Kreshnik Spahiu la pas karrierën e tij politike dhe u largua nga Shqipëria, ndoshta jo në kërkim të një jete më të mirë, por në kërkim të qetësisë dhe reflektimit. Tashmë, ai luan rolin e analistit në studio të ndryshme, por ajo që është vënë re pas largimit të tij nga Shqipëria është se ai ndryshoi jo vetëm në pamje, por edhe në veshje. Në foto që ka postuar në rrjetet sociale, duket se ish gjykatësi ka lënë mjekër dhe vishet me një stil modern, pantallona të ngushta, xhaketa sportive dhe bluza pambuku. Nuk të besohet që është njëjti person me zotërinë me kostum gri dhe flok krejt natyral që shihnim kur ai jetonte në Shqipëri. Edhe pse është 50 vjeç, Kreshnik Spahiu ka marrë pamjen e një djaloshi, madje të një djaloshi që kujdeset veçanërisht për pamjen e tij. Ajo që të bie në sy është fakti se Spahiu ka mbajtur tejet hermetike jetën e tij private. As në rrjetet sociale, ku ai është shumë aktiv, nuk mund të gjesh publikime apo fotografi me familjen apo bashkëshorten. Por lind pyetja, pse u largua nga Shqipëria Kreshnik Spahiu? Burime bën me dije se ai vendosi të divorcohet me bashkëshorten dhe pas këtij procesi u zhvendos për të jetuar në Gjermani. Bashkëshortja e Kreshnikut është një avokate profesioniste dhe është mjaft e respektuar në fushën e saj. Ajo quhet Albana Spahiu. Çifti nga martesa kanë edhe një vajzë. Ndarja e çiftit ka qenë një ndarje me marrëveshje, ku vajza ka qëndruar me maman. Çifti nuk ka specifikuar ndonjë konflikt, madje duke zgjidhur në harmoni për kujdesjen dhe për kushtimin ndaj vajzës së tyre. Tashmë, Kreshniku ka filluar një jetë e re, jashtë Shqipërisë dhe deri në këtë momente, ai vijon ta mbajë hermetike jetën e tij private dhe nuk dihet nëse ka vendosur ose jo që të ketë një femër tjetër në jetën e tij. Kur një burr ndryshon pamjen, vendin, jetën dhe fshin çdo gjurmë të së kaluarës, çfarë po përpiqet të rifitojë? Lirinë, kontrollin apo thjesht vetveten? Për të dhënë mendimin tuaj, mund të na lini një koment.